për shembull para ca ditësh në Tiranë ishte një koncert i një grupi DJ-sh që tashmë janë shumë popullor dhe unë dëgjova shifra që një bilet vajti dhe mbi 100 euro. Ndërkohë tani zonat VIP ishin nga 15.000 euro tavolinat që e di unë. 15.000 euro. Po, kjo është për shkak popularitetit që ka ky grup tani për momentin. Para një viti nuk ishte kaq popullor ky grup ose para 2 vite. Elvana, Alban Skënderaj. Edhe këtu ndryshojnë në varësi të kësaj popularitet. Ka çmime që janë shumë t'ulta dhe këtu hym në një temë diskutimi krejt tjetër për shembull, që mund të jenë dhe pa vlerë fare për gustot tona këtu, por që kanë çmime më të shtrenjta se sa një bilet teatri, po prapë mbeten t'ulta, 10.000 lekë, 15.000 lekë, 20.000 lekë. Ti kundër çmimit t'ulët. Ka dhe këngëtarë që kanë bërë, janë popullor, kanë hecur në tregun e muzikës që kapin shifra pastaj që janë absurde, që mund të shkojnë dhe 70, 80, edhe 100 euro bileta. Andi, pse bëra këtë bisedë me Vinin? Sepse në realitetin e futbollit dhe sportit brenda vendit shqiptar, biletat, PR-i, marketingu, qasja, reklamat, të ardhurat janë qesharaka. Pa diskutim, do duhet që një ditë... Shiko, se nuk do t'il ka që thjesht biseda, do marrim këtë pjesën e parë, pa diskutim. Dhe pastaj do futemi të ato monologjet e Andreotit për dukën. Birrat e Spiros janë këtu, kështu që mund të relaksohemi. Spiro ndërkohë të Unumi për shef të vetë. Me gjera fjalla, Unumi është një nga këto koncerte që thith shumë turist tani. Tani që flasëm është duke ndodhur. Në Shqipëri, fakt, kjo bota e koncerteve, festivaleve, po rritet shumë.